A duhet që gruaja të marrë mendimin e burrit për të mbuluar me shami? Nëse burri thot gruas që të mbulohet, obligohet 2 herë. Një herë obligohet se ja thot Zoti, dhe hera e dytë obligohet se ja thot burri, pra i obligohet 2 fish. E nëse ka për qëllim, a duhet me marrë mendimi burrit me kuptimin që ose burri s'do, themi la ta'ate li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka bindje ndaj krijesës kur kundërshtohet krijuesit. Përderisa mbulimi i femrës është urdhër i krijuesit dhe zbulimi është kundërshtim ndaj krijuesit, nuk ka pse të merret leje prej askujt. Femra muslimane mbulohet edhe me kaq mbaron historia dhe stresi.